Organizimi i panajireve për herë më shumë po intensifikohet duke u shndërruar në një platformë për promovimin e produkteve dhe shërbimeve në sektor të ndryshëm si ekonomia, kultura, moda, botimet, inovacioni e të tjerë. Panajiret janë pikëtakime të rëndësishme mes biznesit dhe konsumatorit. Nëpërmjet këtyre hapësirave të përbashkëta, bizneset promovojnë dhe shesin produktet e tyre, ndërsa konsumatorët e shfrytëzojnë këtë prani të kompanive shqiptare dhe të huaja për të vendosur kontakte të drejtpërdrejta. Horeca Albania është një ndër kompanitë me përvojë të gjatë, e cila pak ditë më parë organizoi panajirin ndërkombëtar në Pallatin e Kongreseve që shënoi edicionin e 12. Panajiret vlerësohen si një hap i rëndësishëm për zgjerimin e bashkëpunimit të prodhuesve dhe sipërmarrësve. Horeca Albania çdo vit mirëpret profesionistë të shumtë nga industria e hotelerisë, restoranteve, kafeterive dhe cateringut. Kjo edhe fal përvojës së fituar në Itali dhe vende të tjera të Europës apo në Azi. Është edicioni i 12 i panajirit Horeca Expo Albania, edhe fatmirësisht jemi të lumtur që nuk është më vetëm traditë, por gjithashtu është kthyer edhe në një kulturë për të gjithë bizneset shqiptare dhe jo shqiptare. Jam i kënaqur që sa vjen edhe çdo biznes është akoma më serioz me një prezantim dinjitoz nga viti në vit, edhe gjithashtu edhe ata që vinë të na vizitojnë janë gjithashtu profesional edhe të fushës me dije për çdo gjë edhe të gatshëm të mësojnë për gjëra të reja që ne prezantojmë këtu. Panajiri Horeca, siç e thotë edhe vetë emri, janë në sektorin e hotelerisë, restoranteve dhe të kafeve. Pra në pjesën e hospitality, gjithë bizneset që operojnë janë pjesë e këtij sektori, pra duke filluar që nga arredimi i brendshëm, duke filluar që nga ushqimorët, jo ushqimorët, pjesa e lavanderisë, pjesa e çarçafeve, pjesa e sapunëve, janë mjetet për të përdorur në kuzhinë, janë gjithashtu edhe sistemet financiare për çdo biznes i cili mund të ketë nevojë për ndihmë që të nisi një ëndër të tyre. Çdo gjë që i nevojitet një biznesi të këtij sektori për të nisur punë ose për të përmirësuar gjendet këtu në panajirin tonë. Emri Horeca Expo Albania tashmë nuk është më vetëm një emër i cili njihet në Shqipëri. Është një panajir i njohur jo vetëm në Ballkan, le të themi, po edhe në shtetet e Europës, duke pasur klientë të cilët na vijnë nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, nga Franca, gjithashtu nga Polonia, edhe shumë shtete të tjerë të cilët vinë të na vizitojnë këtu. Kemi pasur një fluks shumë të madh klientësh ose vizitorësh, le të themi, nga Malizi ditët e fundit, gjithashtu edhe gjithë shtetet europiane të sipërpërmendura. Për disa vite radhës, Stefan Strazimiri, drejtuesi i kësaj kompanie, ka udhëtuar drejt Kinës bashkë me sipërmarrës të tjerë, ku kanë ekspozuar prodhimet shqiptare dhe kanë marrë një përvojë të vyer në organizimin e panajireve. Ai e vlerëson bashkëpunimin me organizatorët e panajirit të Ningmos mjaft të dobishëm. Në këtë edicion në mënyrë të veçantë, jemi përpjekur, nuk e di se kemi arritur patjetër, që të bashkojmë përvojën që kemi kaq vite që organizojmë këtë panajir me energjinë dhe errësitë që sjell brezëri. Mendojmë se kemi arritur diçka, patjetër në të ardhmen do të jetë akoma më lart niveli i këtij panajiri. Kjo pjesëmarrje e firmave të huaja tregon që operatorët e kësaj fushë shikojnë një rritje të turizmit në Shqipëri. Ndaj janë të interesuar për të qenë prezent me produktet dhe shërbimet e tyre në tregun e turizmit shqiptar. Si u lin ideja për të promovuar kompanitë shqiptare? Është një eksperiencë që ka filluar një dekadë më parë. Ideja në fakt lindi si një nevojë personale. Para shumë vite duke jetuar jashtë Shqipërisë, solla disa produkte të cilat ishin për veprimtarinë e hotelerive. Dhe natyrisht fillova duke takuar klientët një nga një. Dhe më duhej një organizim që unë t'i ekspozoja dhe të vinin klientët të shikonin. Në atë kohë mora pjesë në një panajir diku që në 2005 dhe pastaj më mbrapa me kthimin në Shqipëri, u mundohej që provojnë
e marrë në shtetet e huaja, ta sjellë dhe ta përshtas në kushtet e Shqipërisë. Kam qenë atëherë me një partner tjetër, e filluam së bashku të punë, pastaj rrugët tona u ndanë, por kjo ishte si fillim si nevojë vetjake. Dhe pastaj duke parë që tregu shqiptar e kishte mangësi këtë panajir, duke parë në përbot, duke kemi shkuar, kemi vizituar panajire të ngjashme, sepse me këtë emër, panajir Horeca, ekzistojnë panajir në vendet rreth Shqipërisë. Kemi qenë aty për të parë mënyrën e organizimit të këtyre panajireve, për të parë kategoritë të cilat mund të marrin pjesë në panajir dhe kryesore për të parë target grupin e vizitorëve. Dhe këtë përvojë ne e sollim në Shqipëri dhe mundohemi vit pas viti ta përmirësojmë gjithë këtë aktivitet, që është në favor dhe në përshtatje me aktivitetin e gjithë kësaj fushë. Mësova që ju në kërkim të përvojës dhe eksperiencës për të organizuar promovimin e bizneseve në Shqipëri, ju keni vizituar disa herë panajrin Fiera del Levante në Itali, në Bari, në Bologna, por keni udhëtuar disa herë edhe në Kinë, madje me përfaqësues të biznesit nga Shqipëria. Çfarë përvojë mund të sillni nga ky kontinent i largët? Në përvojë që ne morëm nga vendet evropiane kryesisht në organizimin e këtij lloji panajiri, ne u munduam ta shfrytëzojmë edhe në organizimin e pavion shqiptar që kemi bërë për disa vite rresht në panajirin ushqimor në Ningbo të Kinës. Gjatë 5 viteve me radhë, ne kemi organizuar stendën shqiptare me biznese shqiptare, që i kanë qenë 18 dhe 22 biznese vit pas viti, në panajirin ushqimor në Ningbo. Në pavion shqiptar në Kinë janë prezantuar kompanitë të cilat operojnë kryesisht në fushën e ushqimeve, që ishin prodhim shqiptar natyrisht. Kështu kishim kompani me vaj ulliri, themi, kishin kompani me mjaltë, me vera, me çajra bimore nga Shqipëria. Panajiri ndërkombëtar i Ningbos në Kinë është një nga veprimtaritë më të mëdha të botës ekonomike. Besoj që ju aty keni fituar një eksperiencë të veçantë edhe për sa i përket organizimit. Po, fillimisht me aq eksperiencë vetë kishim dhe me mundimet tona personale, themi, pa ndihmën askujt, arritëm që bëm një paraqitje shumë dinjitoze të kompanive shqiptare në panajirin Ningbos. Ishte një përvojë e pakrahasueshme. Ishte një përvojë e cila neve na dha shumë mësime të vyera për mënyrën e organizimit, për mënyrën e trajtimit të klientëve, për mënyrën e pritjes dhe të përcjelljes së ekspozuesve, për mënyrën se si trajtoheshin mallrat që do hyjnë në panajir. Gjithë këtë përvojë që ne morëm, u munduam patjetër ta sjellim në Shqipëri në vimësi të panajirëve që ne bëjmë. Gjej rastin që të falenderoj organizatorët e atij panajiri në Ningbo, institucionet shtetërore atje, për mbështetjen si financiare, por kryesisht në mbështetjen logjistike që ne kemi arritur të krijojmë atë stendën shqiptare në panajirin e Ningbos.